kam votuar 4 libra, 5 e kam votimin dhe sipër, i kam paraqiten këto me fakte, argumente në librat, arsimi zduron në shrim. Për arsimin, do më thonë, Po, është për arsimi dhe votimi i dita është lufta jonë për arsimin shqip. Të gjitha, me qenë se në librin e parë, unë i kurseva faktet, argumentet, unë mendu që jam ma modest, kër e pash se ka nevoj, kërkeset e qytetarëve faktet, e bona lufta jonë për arsimin shqip, dhe atë themi se për rinin nga shtetarëmën, për sot për shifës e çdo gjë shkon nga politika, por për tashmën mendoj se faktet janë argumentet dhe një që du të shpalos për opinionin, gjitha këto qiceka, materialet, dokumentet dhe arkivi, që qëndron të arkivi shtetëror, Kumanove kemi ndërzuar me 1750 faqe, kështu që pas këto ato historianë, po dhe gjitha ata që janë të interesuar në problemet e arsimit, sfidat të cilët ka kaluar arsimi shqip Kumanove, sidomos ai mesëm, i kanë edhe në arkivin shtetëror. Për një kohë keni qenë dhe i burgosur. Për çfarë arsye? Po kjo ishte viteve 1990 i arrestuar isha për ndihmë që ofruam në Kosovë, siç theksova në fillim, unë nga 89-90 me suprimimin e autonomisë Kosovës, ato nga institucionet i larguan gjithë punëtorë dhe institucionet që ishin ta shkaluan në privat, edhe themi jashtë instituciona për shtëpi, dhe na filluam të ndihmojmë punëtorët e arsimit, mandej edhe gjitha të nevojtarë që kishin. Dhe kjo normal se me aktivitet që zhvillojsha për hapjen e paraleleve, këtë që elaborua deri tash, ato e përcjellin këtë punë dhe alibi gjetën që të ndihmën të kapën një dika miliona me ndihmë për Kosovë, dhe unë si përgjegjës më akuzuan për ato ndihmë dhe të më arrestojnë. Mirë po për fat të mirë, themi, që avokatë të Kosovës, që kishin Bajram Kelmeli, Hasanoti, Faruk Kurunisak dhe Mahmut Alimi, ato ishin avokatë me renome, po edhe këto që kishin gjykatës dhe avokatën Kumanove, ato më mbështetën shumë, këtë rast, të i pas parasysh kontributet që i kishin në arsim, dhe burgun që kishin për 15 ditë, që ishin dënuar dikon një 8 vetë, ma shëndruan në mjetë materiale. Edhe them kështu se falë mbështetjet që kishin unë ato mjetë e i siguruan biznismenët e koha, sigurisht ose njerëzit bamirës, kështu që ishte një shumë, themi jo e vogël, por ja dolen ato që ta paguajnë. Dhe ato qëllimi ishte për arrestimin dhe burgosjen time që të aktivitetet të mos zhvilloj, por nuk ja arritën mu sa ma shumë që më akuzonin, këso unë kisha e lanë edhe ma tepër të punoj, nga mbështetja që më jepshin qytetarët edhe populatë. Dhe them se edhe këta kemi përballu si sfidë, por kuptohet, qëllimi ishte që jo vetëm unë, por edhe të tjerët të shfaqin një frikë se nuk duhet ndihmohen shqiptarët në mes veti, por nuk ja arritën kotet. Pavarësisht kësaj jo ja dole. Po nuk ja arritën. Ne arritëm që 2007-2008 marrim iniciativë si shoqate arsimtare për hapjen e fakultetit Kumanove. Dhe ata që thash më parë se misionin që patëm e arritëm deri në fund, them se me hapjen e fakultetit, unë me rrethin tim që kishim edhe shoqata, projektin që kishim bërë, programin që kishim, ne arritëm, kështu që me 2007 marrim iniciativën për hapjen e fakultetit, arritëm që me 20 ditin në ndorë 2008 të fillojmë edhe me ligjeratat, edhe pse na fillon pak më herët. Këtë du të theksoj se çdo herë kur është bërë iniciativë për shqiptarët, sidomos për arsimin, atë veçanti në Kumanove, ne kemi has pengesa nga pushtetet e kohës. Edhe është për çudi se pasi u akredituam gjitha nga qeveria i morëm, dolën së objekte, dhe se 2008 nuk të ketë fakultet 2009, edhe na, edhe pse i banë përkundër gjitha të përgatitjet, si me objektin, si me studentët i pranuar për 370 studentë, dhe kur ishte momenti vetëm të fillojnë ligjeratat, dashte të këtë punë, këtë aktivitet, mos ta pranojnë të shoqatës. Edhe na, si më parë, për përvoja që kishim, e filluam punën me studentët pa pëlqimin e tyre. Mirë për ndryshimi nga ajo kohë dhe e paralel dhe këtë fakulteti ishtë, se tashmë nuk pritëm 6 muaj, por 24 orë intervenuan pushtetarët, edhe sidomos ministri i kohës, që të gjejmë një kuptim
për vendimin të cilën sjellë qeveria që të korrigjohet ato sa më shpejt. Dhe na ju bën me dije. Korrigjimi më i mirë është juaj që nesër ti sjellni profesorët, nëse nuk i sjellni, ai po të caktojnë një listë, do të fillojmë me profesorët që kemi caktuar. Dhe kështu themi për investigatorë fillojmë me ligjëratët. Dhe sot e kemi fakultetin Kumanov, me objekt vetin me krejt. Kështu po them shkur se ju është i njohur në opinioni se është aktiviteti i vonshëm tash temi, po është i afërt, e kanë qartë opinioni se si ka rrjedhë puna e fakultetit.